Në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, e vërteta po bëhet gjithnjë më e paqartë, ndërsa tensioni mes Mateos dhe Brikenës ka arritur pikën e vlimit. Gjithçka shpërtheu pas nominimit, kur Brikena vendosi ta çojë Mateon drejt rrezikut të eliminimit. Një vendim që nuk u prit mirë. Përkundrazi hapi një plagë të vjetër, ose ndoshta një histori që nuk ka ekzistuar kurrë. Në qendër të përplasjes qëndron një puthje supozuar. Mateo këmbëngull se ka ndodhur. Brikena e mohon me forcë, pas një hezitim, pas një dyshim. Je ti që më nxjerr mashtrues për një puthje që ka ndodhur, shprehet Mateo, duke u kapur fort pas versionit të tij, sikur aty të fshihet shpëtimi i tij i fundit. Por Brikena nuk le asnjë hapësirë për interpretim. Fjalët e saj janë të drejtpërdrejta, të ftohta dhe goditëse. Një mashkull si duhet, edhe me pas ndaj gjë, vjen këtu edhe thot unë e kam pa një herë. Po ti s'ke pas gjë, ti e din shumë mirë që s'ka ndodh. Puthja nuk ka ndodh. Mos gënje në këtë gjë, o Mateo. Një përballje që zhvesh kontradikta të thella. Nga njëra anë, Mateo që përpiqet të mbajë gjallë një histori, duke lënë të kuptohet se mes tyre ka pasur diçka më shumë. Nga ana tjetër, Brikena që rrezon çdo pretendim, duke e paraqitur publikisht si një gënjeshtër të pastër. Ajo që e bën situatën edhe më të errët është fakti se deri më sot Mateo nuk ka sjell asnjë provë, asnjë detaj bindës, asnjë dëshmi konkrete, vetëm fjalë. Dhe rikthimi i kësaj historie, pikërisht tani, shihet nga shumë kush si një strategji dëshpëruese, një tentativë për të shpëtuar eliminimin dhe për të zgjatur qëndrimin në shtëpi. E vërteta apo trillim? Histori e fshehur apo lojë e pastër? Në këtë përplasje një gjë është e qartë. Misteri po thellohet, maskat po bien dhe loja sapo është bërë shumë e rrezikshme. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund të videos. Mendimi juaj ka rëndësi, ndaj na tregoni në komente çfarë mendoni për këtë situatë dhe kush sipas jush po thotë të vërtetën. Mos harroni të bëni subscribe, ta pëlqeni dhe ta shpërndani me miqtë tuaj që kjo histori të shkojë sa më larg. Mbështetja juaj na motivon të sjellim për ju përdit përmbajtje edhe më interesante. Faleminderit që jeni pjesë e kanalit ton.